Shpejt të unë, shpejt. Apo me përqaf, shumë. U të hongë ka zemrë, ullë të unë këtu? Ullë të unë këtu. Të rekom të shëke jamrin? Elife, sa veti ki? 9. 8? Edhe pak I ban 9 të ashti. Sa mi ke këndu, bravo. Që sa ku këndon? Që sa vjet? 2 vjet, 3 vjet, 1 vjet, 2 muj, 3 muj? 3! Bravo, në që dhe në klasë je? 3. 3, bravo. Apo të pëlqen muzika? Po. Folklor, me qeftelia? Po. Qëta këngëtarët të pëlqen? Të regom drejt, ose këngëtarë. Me qeftelia, ose pa qeftelia, ose qështë dushti? Me qeftelia. Kështë pëlqen me qeftelia? Mendoje edhe pak? Mendoje. Kështë? Defi? Defi të hongësha zemën, të hongësha defi më pëlqen. Bravo. E në këngëtar, kush pëlqen? Cili këngëtar pëlqen? Me qeftelia? Hajtë, ku t'i bajsh 10 vjetë në të regon tani. Hala I e një herë vogël. Apo mëson mirë? Po. Për kujna ke mësu me kënu? Kush kënën të shpia? Florida. Motra? Po. Për një me, a ma mi e kënën tja, motra? Të djetë. Ti ma mi e kënën. Ti e ma bukra. Ti e ma mira, ti kime kalu kajtve. Apo? Po. Kun kime përshëndet për i tushit? Babin, mamin, mësusen? Kon? A krejt? Njerë si për në shohin? Po. Krejt? Po. Do atë rokitje për që të shpirt vogël, hajde shumë. Bravo. A t'ja lojnë në mikrofonin pak motrës? Po. Hajde, kja ka më në prezentu, publikët ashtë në këtë pjesë të dytë të këti emisioni bashkë me një shoqëri kulturore artistike që e mban emrin Bilbilat e Pashtrikut, e përmenjën Bilbilat. To janë njësë pej Bilbilit më të mirë që kemë sonë të këtë në emision. Mirë se na keni ardhur ju tjerë? Ju dyja motra. Apo na njofton pak kush, çka jeni? Mbrapa është vllau. Mbrapa vllau? Po. Me? Me keqëshni. O me keqëshni, me do me një instrument, okej. Këta kemë kushëri. Okej. Këta janë kanë klasë. Do me thonë ju jeni një shkollë, Po. me një fshat, Fshati Nashet, komunës Prizreni. Nashet, komuna Prizrenit, që publikit dashur, një fshat, I cili e dënë folklorin, I cili e ka mbjell dhe e kultivon prej këtyne matvezlive deri të matmajt që kultura jonë mos me hub kur. Do të rokitje edhe për flamurin që kema atje para këtoni. Qua ma flamur pak, qua flamur ma nalë pak, ta shumë njerë, bravo. Flamuri për doket I UÇK-s, 3 shkronjat e arta dhe shqipon janë mes, më thonë është një flamur kombëtar I kombinu me mbishkrimin e ushtria çlirimtare e Kosovës. Bravo. Do të rokitje? Kena me shkutas me një valle të kësaj shoqërie e mandi kena me full me kret kapak, a mas shumë ti që ta bedu santane. A je okej këtu? Po. A jetu një mirë? A bëstanin për kërkon? Ta unë kësha zemën. A I shtina me në po një valle këta? A I shtina? Po. Pa, bilogin pak, Hajde një valle.
gjogu I kuqe I bar, ka beteja sjela berin, e mes për mes bjeshkeso I bije, tili vete pa luftarin. Si dori unë lash legjendash, aj po jen me vrap prej pragut, e jasoj varat e vare boles, duja laj dhe kete gjakut. A ma sa mikrofon, qëtu? Zemra e knoth, a pe ki vështirë me knu nud, dë burrall. Jo. Studente e muzikës në fakultet të arteve, vitin e parë, a dytin, e pas ke kry gati, bravo. Pse me folklor ti? Këtë zakonisht folklori është dominojnë burrat, është pak diskriminim për femnat, po dominojnë burrat prej 4 ty dhe mira sharkisë dhe qiftelisë dhe me knu nud burrave. Folklori më ka pëlqy prej e vogël. Po. Kom fillu me këndu prej klasës 3. Folklor? Jo, kështu. Ndryshe, popullore? E prej klasës 5, atëherë kom fillu me folklor. Folklor? Veç me këndu. Bravo. Çka po thojnë shoqet kur po shojnë folklor? Vajzat tjera. Për kraj. Për krajin, a? Që sajni bashkë kështu si ekip? 4 vjet, 5. 4 vjet, 5. Ju kena po të shku në për dasma, në për uda, në për kështu taman... Festivale, pa tjetër. Po, ma vështirë nod me kënu? Po, ma vështirë. Ma vështirë, a? A kimi najt besnik folklorit? A kimi ndru? Edhe pak, a jo? Ja, s'besoj. Hiç kur? Se dihet. Ama jo. Ama po trejnë shumë bukur dhe sharkia, qiftelia, dhe me thonë, po do kështë taman kështu malsore, taman shqiptare, taman... Po taman lakmi, ta dish. Në vitin e dytë muzik, the e ki vlavën dhe motën, dhe me thonë një pjesë të grupit, kanë kimi falenderu që ka bo ton këtë shoshni ka që të bukur kështu bilbilat e pashtrikut. Po tha maj fajtori kryesor është profi Shukriquni. Prof? Pse, profa? Që ju ka po bashka? Po, qashtu. A orë zërë me një fshat me u organizu kështu me pas një shoqëri kulturor-artistike? është zërë
Në fakt jemi 3 fshatra, fshati Po. Nashet, Atmogjë edhe Grashdanik. Po Okej. jemi me një shkollë. Me një shkollë. E këtë domethënë shkolla e ka organizuar këtë shoqëni. Që për kur dojnë shkollat me punu, domethënë nxënësat e mirë i orienton shqip. Bravo. Sa kanë i din ti personalisht? Se di, edhe nashti për mini qenë. Mini që na. Po. Çka dogot kur ishe këtu këngëtarë të tjera ti? Çu shi percepton? Si jo tham kur gjë. S'pëlqen shumë, a? Ja. S'po tham që s'më pëlqen. Po? Si tham kur gjë. A, nuk Ato ju e thu? kanë vetën në Po, ti tonën, a? Okej. Pe kur i bjen veglau? që 6 vjetë. Se 6 Në vjet. dorë i bëjt 6. Në ndorë 6. Sharkis, çiftelis? A ka një instrument tjetër që i bjen? Sharkiq, fteli, prim, def, Do më thonë këtu çka janë me tela krejtë. të folklorit o ka edhe defit. Po. Bravo, bravo, bravo. Edhe pianos. Edhe pianos, po tash i edhe në fakultet, do më thonë, ato dosh edhe me mësu, ki obligim se s'ka lënë të profa drenër të këthen mrapa në fakultet, në provim. Okej, a shkojmë me tjetrën? Po. Hajde. Shqiptar, zemër është shqiptari, o në fund e botës me qoj halli. Ju e kanë lutë zemrës mos dali, shirti te me paja kjo e halli. Se mu e varin rënës po me lerë, pa i grurë dhe prej vendit tem. Ju kanë lutë zemrës mos dali, shpirtit e me paja kjo e halli. Se mu e varin rënës po me lerë. Pa i grurë dhe prej vendit tem. Kur te vini unë vjo se t'mija, kur mi pak dhe me leshtija. Kur te vini, kur te mrini, me mija në zanin bilibilit, me magnuni kong për qefi, tu i ra fyllit e tu i ra gjefit. Kur te vini, kur te mrini, me mija në zanin bilibilit, me magnuni kong për qefi. Tu i ra fyllit e tu i ra gjefit. Mi haroni, për ventu je ka shkru e loti, kur për jes bëhet idioti, as për mu e as për kan, s'ka nevosi vendit tan. Për ventu je ka shkru e loti, kur për jes bëhet idioti, as për mu e as për kan.
Ju kënjohë zemrë, bre? Na knaqë për sonte? Bravo, bravo. Që bre këtë djenë 3 qika të reja të e kollë. Florida, mas fali po mirë që jemi sharkije dhe se jemi mësumi po gjithë do bura të prinje, gjithë do me sharkije, të kullë, të pështyje, të natranu. Qeni qike mirë, po kënën në sharki. A pjo vjen marrë juve treve të më të djemë më pri qika? Bravo, Florida. Bravo, mija ke po bura ose pa qupeshme që të lija me sharkia vish bura. Që vlo qika? Që shë keni raportet? Shumë mirë keni, a? Dita shtim për lakort. A ju prinë gjithë ti? Edhe nodë allojnë kështu edhe... Gjithë. A kanë gjujt në herë me armë kërë i konë nodë? Sholla jo. Po kanë gjurë. A i mësu dhe me këtë pjesë, ha? S'pali dhe jetë. Dhe më thonë, je boj mund tash, nuk i ninë ma. Jo. Cili për këngëtarëve të pëlqen ty folklorit? Rifat Berisha. Ah, Bilbili. Bravo, bravo, ma e miri. Rif, pe i këtu të bojmë vala, beshe tash po vinë 3 e 3 që s'kan melon folklorin me ushu. Ju lumt. Faleminderit. Cili është për juve mas zhurmagjia në grupë? Cili pa zhurë ma shumë? Cili është ma demela? Cili vanohet ma shumë? Priton ma shumë? Ha? Që demeli? A ju, a? A, do më përgjigjë, okej, kështë me ndova djallë dhe është demel. Cili është ma që priton? Ha? Ata dy, a? Ata dy, po. Ja, se, tonë këta djemë, që të flok pa t'i prej nuk e lau. Se shumë i kitë më dhaja, dhe më thonë, po të ma lakmi, me t'i morë do, me qitë për veti. A keni me rritë grupin, as keni me rritë, më konë qështu 4? I kemë këta mbrapa. Po bolë, valoj, po këta, ma pak po kënojnë sonte. Po. Ju ka njën juve, Piprim nasët. pi prej një jësët. Ku ka ma shumë ftesa me kënu në për koncertet, në për dasma, në për festivale. E këna pa keni marrë pjesë për të festivale, në përshkojnë në për dasma. Ma e ma fa pa mikrofonin, ku pjethrasi ma shumë? Festivalja imi konë më shumë. Po Dasmat? Po dhe ndosma. Ka cila treu, ka Prizreni, ka Suarega, ka Drenisa. Prizren. Prizren më shumë. Prizren ma shumë, a? Do më thonë Prizren folklori është, Po Top. s'ka të rinë Prizren. Vetëm na jena. po më mdogo që edhe në Kosovë kështu pak ka grupe të rive që merren veç me folklor. Ka plot grupe, shoqërzat që ka plot grupe të reja, po qështu që janë veç tamam të folklorit, po më duket të jeni të vetmit ju si grup, kështu që jeni të duk fantastik edhe po kënjoni për marak. Faleminderit. Më the ma herët që kimi nejtë besnik shakis, me baba kime në rru. Që shakia është ko gjaron, dhe më thonë mundet me ta thy kryt, se me baba kime në rru, ma vonë. S'ma merr me. Ha? Je. Hiqa? Apo thos s'ki mu lasdrua? Ja. A je sigurt? Sigurt. Gjithë folklor? Gjithë. Qa- Derisa të mujna. Ti mundesh shumë edhe mundesh me po më në jetu mujtë ballë edhe jeni sa unë të nga bo një atmosferë shumë të mirë. A shkojmë edhe me një kongë? Shkojmë. Thua? Hajde. Pit bota e baj qudi, kush janë alturin Serbis. Te gjash lisat fred kushtrimi, për Kosovu dhe betimi. Perat dhe prakteve, dryka e topis din shka qet. O, shka po thot adem jasha,
kanë marrë fjallë, mirë ma gjallë pushkin e gatë. Zoron e plakun shtet për murin, robin një shkapin, cel dhe gurin. Drell mustakun e hap shkresnikun, tu i knu këngëtar, tu i shkriun. Shka po thot Ademja Shari, jam shqitar këtu zotin fali. 100 jet me mi pas danana, për Kosovo i falet e tana, o i falet e tana. Tane shetnik mos meririsht, ti s'ke pyt babe babëqisht. Si shin Landre nis me yt, vjen me tange, shkole pa ryt. Mos harroa me denin, me sakista qarë kushtrin. Shka po thot Ademja Shari, jam shqitar këtu zotin fali. 100 jet me i pas danana, për Kosovo i falet e tana, o i falet e tana. Zemrën e vloftë. Bravo, bravo, bravo. Sa të është kja tukë, e sa të është kjo rini që e kënën me qifteli e sharki, ka më përmend emri i komandantit legjendar Ademja Shari. Ju kënoftë, zemra, bravo. Marketing, themi pas pak.
bravo. Kush i merr, po ka bakshish, apo gjujmë bakshish? Ka baka. Kush i merr për ju bakshishin, kush i ndon faktikisht? Unë. A ke di krim punë ti, ja? Okej. Që, Allah, bravo, me pas që shto një bashkëpunëtore, jeni me fat djem. Një bashkëpunëtore të mirë, shpëton me knu mirë, bakshishin e ndon, shakisi bjen, qiftelis, primit, unë do me shku pak që kanal apo më tregon kush e bacim me plisball? Është i fshatit. I fshatit. Dua të kite për bacin që e kemë sonte këtu. Na ka ardhur me ton këto qika dhe djem, bac? A je lull? Moj që të mikrofon dur? Apo të nguajnë mas poli kalzëm? Apo të nguajnë këta linia? Ha? A je të u knoshti kalzëm drejt? Po thua? Tu për tri që thujmë plesh? Ti a këllën kalzëm? Ke kënu bëll në tonën, a? Po tash e kom për i shvitin pak. Mira ki po. A frej ma ofër, bac? Me këngëtarët vjetër e tash pingoj këtë tritë të ikë me rëtë. Kalzëm drejt, kur për shek ta qika e djem tri të kënu, a je të u knosh? Vallaj, ma tepër s'ka qysh ma mirë. S'ka ma mira, a? Jo, vallaj. Plus folklor, spelojnë me hup. Ja, profesorin e kanë mirë. Pa, profa, i kish në vi, krejt. Bravo, profa, respekt për profesorin. Hajde herë, shumë plaka për profesorin. Moj më ofër, bac. Profa pishtiken në bilë gjilponës. Edhe këta i kish disiplinu? Profa është një vetë aty në bilë gjilponës, po ata s'kanë Po thuhet, profa u hinja aty, a? Bravo për profa. Qolem, kur është i mira i Shqipërinë, tani dhe këta bëhen të mirë. Pa tjetër. A ka me hup në herë folklori kur i kem këtu qika djem, kash 3, qika 9 vjet, për shembull tu knu që 3-4 vjet. Jo, qysh e kanë nis, kur s'ka me hup. Pa sa të prini ju mirë, ju të vjetrit. Vallaj, besoj që s'ka me hup, që bashkë dojnë. Po. Shkollë të shku. Çka dojnë ma të mirë? Ti s'po pëjton me shku mrapa ty, me shku me këta? Jo, më s'far. Tu knoq? Jo, knoq, në vallaj knoqen. Po, qësh jo. Që thojmë na për trinjësh. Po. Plisin e borën drejtësyni tirë që originali ka, bosi nuk i ka kësit Jo, si 3 euro. Jo, nuk i Këta janë kësi që të bojnë varë, do më thonë mësë mi pasi pa për funin këta elkuën të kuqin. Po, vallaj, po mirë. A bac, a i vesh edhe kështu a veç me raste? I vesh, a? Bravo të koftë, halal të koftë. Babë gjyshës të gjyshë. Tradit. Po. Se keni shu kur? Jo, po hajë se më goj pak profi për të mi vesh, po njëse të tre. Profa, për ofën kur të bim në tjetër kena me vesh një parë kështu, zhgun. A i thënë zhgun? Fa që, ti zhgalana, zhgun. 8 kila i ka me qikanal. Dhe më thonë, du të më koj fot me bojt ta. Du të më konë këgja kështu, rrëp. Jo, pra bace jo. A ka folklorista të mirë, se tash ti pas e kënu vetë, edhe e nje folklorin, e nje muzikin, a ka në Kosovë të mirë? Folklorista, ka? Plot, shumë plot, mirë, ty bez dinas njonin ku të ngësh, së në qëtë. E vërtet. Ja. Apo doke që ju tu rritë stash dashninja për folklor, se pat nis pak mas luftës, si jo mu shu, po nuk i meshin fërte në për emisione patalion onash pak, a? Kem pa marrë vesh se ja, fillaj, tash është mirë. Tash o mirë? Që? Qika djem. Shqip. Plot si që shqip e tonë. Shqip të kënu. Që ko kem këtu dhe bajaktari me flamur, ton këtë djallë që me flamurin e UÇK-s, pa ja ka pre emblemat mirë se kur kja për bac? Ska? Aja kërsasim kongës? Po, qysh do një. Ha? Ja që urdush ti? Vallaj kërsit një më njerë. Me një hera? Hajde pra hajkoft. Hajde, palimderi shumë bac. Palimderi shumë.
bashkojmë, o Shqipërinë e denike. Jemi vite në lesipe, ta bashkojmë, o Shqipërinë e denike. A pe keni marrë zërë mu më lidhë tonë këta për prova? Hisë që keni zërë. Sa një, afro më nga të mikrofon. Sa një, ba një prova? A në mujtë, a që shtë bëhë një? Po, kur të jemi të lirë, mas mësimit, bojmë prova. Shkoni, e keni venin në shkollë? Po. Bravo, që e një fshat i marë, fshat i mirë. Pa respekt për këtë fshat edhe për këtë shkollë edhe për këtë iniciativë që i të bënë gjithë të atëri. Dhe më thonë është mrekullimi po këto qika edhe këta djemë që bëhen bashkë. O të hanë kësha zemën ty me def. Ma mira je. A je ma mira? A je? A shkojna me pak marketing të një këthejmë e pat me kongë? Hajde, marketing.
A keni më ndonjë profesion tjetër përveç muzikës? Ja, Hiç. me folklar mirë. Pe ku na ke trashëgu folklorin? Po kanë kënu pak gjyshrit parët, ka pak. Po, tash e ke trashëgu. Florida tha ku benajt besnik Sharkije se ju? Po, adhon. Mos ju shoh me tesha gjona mas 2-3 vjetëve se lazdroni. Ja. Edhe jo mirë, po kjo është. Ha? Ja. Ju ha? Na dëshish. Jam katut na që kam mandru profesionin pak më vonë diku. Ja, se në shoj. Ha? Ja. Hiç. Ja, hiç. Bravo. A shoqnoni mes vete jashtë profesionit? A jeni shok, a rreni bashk, Po. jashtë muzikës? Po. Bon rreni ju tre. Djemt. A thrasën e herë Florit ty ajo? Po në herë. Thrasën e herë për ne kapa, a? Ti apo shkon e herë ma shpesh tash atje në fakultet të Prishtinë? Ja ta qemë për Do me thonë për më nga ishe më prova më shko këtyne. Një herë njofë me këta. Në vekend. Në janë javë të ato shkort. Se lodhesh. Të shto ka fakultet. A kimi orientu këtë në fakultet muzikës? Kjo është në shkollë të mesme. Po. Muzikës të në gjimnaz. E kur ta kry gjimnazin, a dënë me ofrua jo në fakultet të muzikës. Këta e dinë më mirë. A dënë me vazhdo muzikën, a keni mendru profesionin. Qështë t'ju bje makallaj? Që më knojna, se këta me folë, bishi me në qafë njëri. Që në knojnë edhe bojna flak. Hajde.
Jena në fund të kësa jave, unë për vetë ju kënoqa veçtu i pa. Këtu vajza dhe këta djem, dveshun krejt me veshje kombëtare, që është veshja ma mirë në botë. Prej këtu, me këtë veshje, me këtë pamje, me këtë motive kombëtare, i përqafojmë krejt publikun tonë edhe krejt shqiptarët në krejt botën ku janë. Me mujtë sa ma shumë shkollat tona me një këtë model që e paska kriju kjo shkollë dhe kjo shoqni artistike, bilbilat e Pashtrikut, me pas sa ma shumë qështu bilbila të Pashtrikut, të Llapit, të Drenicës, të Tanamorave, të krejt Kosovës, Dugazhinit dhe të Prishtinës, është gjithmonë mirë e ma mirë. Kështu që falenderit prej juve që keni ardhur. Bas, falenderit shumë që jarë prej atjeshit. Turit nera, edhe juve të krejtve falenderit që një ardhur. Hane, shuplakat për juve një herë. Bravo. Edhe kena mu pa gjdo vjetë të rrit ju e na të pa në emision. Apo? A kena mu pa prap? A je sigurt? Banë shqiponi një shpejt. Bravo. Florida, shakime thonë për fund? Unë do shta me të falendru ty. Falenderit ju që keni ardhur. Në mërë krejt këti grupi. Falenderit shumë. Falenderit për ftesën. Suksesin e emision. Falenderit shumë. Publikët dashur, unë me kaq po e mbylli sonde këtë emision. Në emër të stafit tonë që është më i miri në botë, ju bëjt fala për këtu dhe shihemi javën e ardhshme. Unë po dal, po ju mos e ndroni edhe pak derisa ta këndojnë edhe këngën e fundit këta bilbila që kena pasonte. E këta u rriçin e u bofshin këngëtarët më të mirë në krejt troja shqiptare. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Petrice, Petrice, ne grove, un shai